Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës ditari. Unë jam Kejda Kostreci. Do të flasim sot në hollësi për çështjen e mbylljes së mundshme të pjesshme të qeverisë amerikane, ndërsa s'ka dona fati për financimin e saj, duke sjellë qëndrimet e demokratëve dhe republikanëve. Në Shqipëri, që prej 1 janarit të vitit 2025, për afro 900.000 mjete rrugore, do të ketë një mënyrë të re të përllogaritjes së çmimit të sigurimit të detyrueshëm, dhe kjo po shkakton debate. Dhe i ashtu quajturi turizmi i lindjeve nuk po ndodh vetëm brenda Shteteve të Bashkuara. Nënat shtatzana kineze shkojnë për të lindur edhe në një territor amerikan pranë vendit të tyre. Sot Senati Amerikan përballet me një sfidë të madhe që nëse nuk tejkalohet, do të çonte në mbyllje të disa agjencive qeveritare dhe pezullim të personelit të administratës, duke filluar pas mesnatës së sotme. Senatorët duhet të vendosin nëse do të mbështesin ose jo një projekt ligj të miratuar këtë javë në dhomën e përfaqësuesve, të mbështetur nga republikanët dhe që kundërshtohet fort nga demokratët. Projekt ligji parashikon financimin e qeverisë deri në shtator. Për të mësuar më shumë mbi shanset që ka projekt ligji për buxhetin për të miratuar, si dhe qëndrimet e palëve, po lidhem me kolegen Menada Zaimi, e cila po ndjek zhvillimet në Kongres. Menada, fillimisht çfarë po mban projekt ligji për buxhetin dhe qëndrimet e palëve në vija të trasha? Kejda, Senati e gjen veten sot përballë një situate të përsëritur kur bëhet fjala për miratimin e buxhetit me përpjekjet minutës së fundit për të shmangur mbylljet e pjesshme të qeverisë. Projekt ligji i miratuar nga dhoma e përfaqësuesve këtë javë siguron buxhet për qeverinë federale deri në fund të shtatorit. Ai parashikon një shkurtim të shpenzimeve që nuk janë të lidhura me mbrojtjen prej $13 miliardë krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa do të rriste shpenzimet për mbrojtjen me rreth $6 miliardë. Republikanët thonë se projekt ligji mbulon prioritetet për cilat presidenti Donald Trump u votuan 5 nëntor. Udhëheqësi i shumicës në Senat, John Thune, tha se nëse agjencitë qeveritare do të mbyllen, faji do të jetë i demokratëve. Kjo vë demokratët përballë dy opsionesh, ose të miratojnë projekt ligjin, ose ta çojnë në mbyllje të pjesshme qeverinë. Por demokratët thonë se projekt ligji krijon mundësi për administratën Trump që t'i përdor paratë ku dhe si mendon, duke i mundësuar për shembull transferimin e buxhetit që duhet përdorur për luftën kundër fentanilit për deportime masive të imigrantëve. Sot udhëheqësi i demokratëve në Senat, Hakeem Jeffrey, në një deklaratë përbashkët me disa ligjvënës të tjerë demokratë në pozicione drejtuese, tha se projekt ligji do të jap presidentit Donald Trump dhe biznesmenit Musk edhe më shumë fuqi për të vazhduar shkatrimin e qeverisë federale, goditur programet si ai i sigurimeve shoqërore apo ai i sigurimit shëndetësor ofruar familjeve me të ardhura të ulta ekonomike. Ai tha gjithashtu se demokratët e dhomës përfaqësuesve janë gati të votojnë për një projekt ligj që do të financonte qeverinë për 4 javët e ardhshme, do të rikthente palët në tryezën e bisedimeve derisa të gjendej një zgjidhje konsensuale. Menada, duket se projekt ligji është ndërruar në një mollë sherrje brenda demokratëve pas një deklarate që bëri dje kreu i demokratëve në Senat, Chuck Schumer, i cili tha se do të votojë pro ti për të mos rrezikuar një mbyllje të qeverisë që mund të ishte edhe më e dëmshme se vetë dëmi që do të shkaktonte projekt ligji për buxhetin. A ka ndryshuar ai qëndrim sot dhe cili është qëndrimi i atyre demokratëve që nuk mendojnë si ai? Udhëheqësi i pakicës në Senat, Chuck Schumer, duket se është shkëputur nga linja që mbështesin pjesa më e madhe e partisë së tij. Zoti Schumer thotë se demokratët nuk mund të lejojnë mbylljen e qeverisë, pasi sipas tij një mbyllje do të jepte më shumë pushtet presidentit Trump, pasi do të jepte administratës mundësi të bënte një rishqyrtim të gjitha agjencive, programeve dhe personelit që mund të konsiderohet thelbësor, duke pezulluar punonjës të administratës pas një premtim se ata mund të rikthehen sërish në punë. Mediat amerikane njoftojnë se planet e tij zoti Schumer i bëri të ditura gjatë një dreke private me demokrat, ku tha se i kishte votat e mjaftueshme për të ndihmuar në kalimin e projekt ligjit për buxhetin në republikan. Pas këtij ndryshimi në qendrim të zotit Schumer, duket se është rritur presioni ndaj tij, kryesisht nga ligjvënësit progresist demokrat që thonë se nuk mund të procedohet sikur të jetë një situatë normale, ndërsa presidenti Trump dhe biznesmeni Elon
Elon Musk, sipas tyre po shpërbën agjensitë dhe programet kritike. Ndërkohë, sot presidenti Trump përshëndeti qëndrimin e zotit Schumer në një postim në median sociale, duke i quajtur atë veprimin e duhur dhe gjithashtu të guximt. Ai tha se rrëzimi i projektligjit në Senat do të ishte shkatrues për vendin, ndërsa miratimi mund të çonte në diçka të madhe për vendin në një drejtim apo fillim të ri, siç e quajti ai. Megjithatë, republikanët kanë shumicën në Senat. A mundet ta miratojnë ata pa ndihmën e demokratëve buxhetin? Keda, përgjigjja e thjeshtë është jo. Republikanëve u nevojiten votat e të paktën 8 demokratëve ose 60 vota për të zhbllokuar situatën në rast të përdorimit të një taktike në Senat të njohur si filibuster, e cila përdoret për të vonuar ose bllokuar votimin e një projekt ligji. Republikanët kanë shumicën në Senat, kanë 53 senator, e në këtë rast do t'i duheshin 7 senator demokrat për të thyer bllokadën. Por senatori republikan nga Kentucky, Rand Paul, e ka bërë të qartëshmë, nuk ka ndërmend që të mbështesë projekt ligjin. Keda, orët në vazhdim do t'jenë përcaktuese për fatin e projektligjit për buxhetin, nëse ai do të miratohet apo nëse do të shkohet në një mbyllje të pjesshme të qeverisë, duke filluar pas mesnatës sotme. Menada, faleminderit për gjitha këto informacione. Faleminderit juve. Presidenti Amerikan Donald Trump paralajmëron Bashkimin Evropian se do të vendosë tarifa prej 200% për verën, shampanjën dhe pijet e tjera që prodhohen në bllokun me 27 vende anëtare, pasi BE-ja vendosi një tarifë prej 50% ndaj whiskit amerikan. Presidenti Trump u shpreh në një postim në median sociale Truth Social se BE-ja është një ndër autoritetet më armiqësore dhe më abuzive të vendosjes së tarifave dhe taksave në botë. Më pas, i pyetur nga një gazetar në shtëpinë e bardhë nëse mund të tërhiqej nga kërcënimet për tarifa ndaj aleatëve gjeopolitik të Amerikës, presidenti Trump tha se na kanë shfrytzuar prej vitesh dhe nuk do të na shfrytëzojnë më. Presidenti Trump është angazhuar në një luftë tarifash me partnerët më të mëdhenj tregtar të Shteteve të Bashkuara, Meksikën, Kanadan, Kinën dhe BE-n në përpjekje për të ndalur, siç thot ai, fluksin e drogave, në veçanti të fentanilit, drejt Shteteve të Bashkuara nga Meksika dhe Kanadaja dhe për të detyruar kompanitë të mbyllin operacionet e tyre jashtë vendit dhe për të zhvendosur ato në Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara thonë se Kina është kërcënimi më i madh për sigurinë kombëtare dhe sfida më e madhe për ushtrinë amerikane në përpjekjet për të mbrojtur statusin e forcës ushtarake më të madhe dhe më vdekjeprurse në botë. Por siç njofton korrespondentja e Zërit Amerikës në Pentagon Carla Babb, ndërkohë që marina kineze vazhdon të rritet, numri i anijeve të flotës amerikane po zvoglohet. Marina amerikane ka 296 anije, mira kompani prodhojnë pjesët e tyre dhe i mirëmbajnë ato. Mes tyre është edhe kompania Fairbanks Morse Defense, prodhuesi më i madh i motorëve në Amerikën e Veriut dhe atë të Jugut. This engine has about 10,000 horsepower. Presidenti i kësaj kompanie, George Whittier, tha për Zërin Amerikës se 90% e biznesit të kompanisë është i lidhur me marinën amerikane ose rojendetare. Kompania, tha ai, pritet që madhësia e flotës së marinës të rritej për të përmbushur objektivat e strukturës së forcave detare që rriten çdo vit. Por vitet e fundit flota e marinës amerikane është zvogluar. And then for the 2025 budget plan, Planet për buxhetin e vitit 2025 fillimisht parashikonin ndërtimin e 10 anijeve të reja, por tani do të kërkohet ndërtimi i vetëm 6 anijeve të reja dhe nxjerrja nga funksioni i 19 anijeve të vjetra. Pra, kjo do të thot 13 anije më pak për flotën amerikane. down -13. Marina e Shteteve të Bashkuara konsiderohet ende më e fuqishmja në botë, por numri i anijeve të marinës amerikane është në rënje krahasuar me ato të Kinës. Sipas Pentagonit, këtë vit ushtria kineze pritet të ketë mbi 400 luftanije. It's very frustrating and very challenging. Është shumë zhgënjyese dhe shumë sfiduese të jesh furnizues. Ata po rrisin me shpejtësi madhësinë e marinës së tyre dhe ne jemi lënë me një anë në një kohë kur ne kemi nevojë të ndërtojmë më shumë anije. Ships that are out there. Admirali Jim Kilby, shef në detyrë i operacioneve detare, është dakord me këtë vlerësim. Për një kohë të gjatë ne kemi kërkuar një marinë më të madhe, por ai thotë se nuk ka pasur buxhet për të zëvendësuar të gjitha anijet dhe nëndecet e vjetruara, aq më pak për të rritur numrin e tyre. Kur marrim fonde për ndërtimin e një anije të re, ne zakonisht zëvendësojmë një anije të vjetër sepse mirëmbajtja e anijeve të vjetra është shumë e shtrenjtë dhe më e vështirë.
Zoti Whittier thot se mungesa e rritjes nuk po ngandalson vetëm industrinë e mbrojtjes detare, por po dëmton edhe zinxhirin e furnizimit. There's thousands and thousands of suppliers. Mijëra furnizues janë detyruar të mbyllin bizneset e tyre dhe ky është një rrezik real. Mora një njoftim nga njerëzit në kompaninë Electric Boat që prodhon në Ndece, ku thuhet se ata kishin identifikuar rreth 350 furnizues kritik, zëvendësimi i të cilëve do të ishte i vështirë në rast se ata mbyllen. If they go out of business, that they don't necessarily have a backup. Kompania Fairbanks Morse Defense është një nga furnizuesit më të mëdhenj të nëndetësve amerikane dhe kompania vetme që ofron motorët më të mëdhenj që përdoren për luftanijet amfibe të ushtrisë. Çdo motor ka përmasat e një autobusi të vogël. We should have two engine suppliers. Duhet të kemi 2 furnizues motorësh, por duke marrë parasysh se Marina ndërton vetëm 6 anije në vit, është e vështirë madje të mbahet një furnizues motorësh. To keep one engine supplier in business, let alone two. Ky problem ka nxitur presidentin amerikan të marrë masa duke shpallur këtë muaj hapje në një zyre të re në Shtëpinë e Bardhë, kushtuar tërësisht ndërtimit të anijeve. Kongresi pritet të rrisë buxhetin e ushtrisë për të eliminuar mangësitë e saj në ndërtimin e anijeve. Ndërsa shumica e anijeve të prodhuara në Shtetet e Bashkuara janë për ushtrinë e saj, senatori Mark Kelly tha për Zërin e Amerikës se gjendja e industrisë amerikane të prodhimit të anijeve komerciale është edhe më e rëndë. We went from 10,000 ships during World War II. Nga 10.000 anije që kishim gjatë luftës së dytë botërore, kemi rënë në 85 sot. Pra, në rast emergjence, në rast të një konflikti me një armik të afërt, ne jemi mjaft të kufizuar në marrjen e të gjitha masave për dërgimin e furnizimeve, pajisjeve dhe trupave përtej oqeanit. And equipment, troops across the ocean. Shtetet e Bashkuara ndërtojnë rreth 5 anije tregtare në vit. Kina ndërton më shumë se 1000. They have one shipyard. Ata ka një kantier detar, vetëm një kantier detar që është më i madh se të gjitha kantierët tona së bashku. Ata mund t'i ndërtojnë ato shumë shpejt dhe ne thjesht nuk e bëjmë më këtë. And we just don't do that anymore. Senatori Kelly në dhjetor prezantoi projekt ligjin 2 parti akt të quajtur Akti i Anijeve për Amerikën. Projekt ligji synon të rrisë flotën e anijeve komerciale të Shteteve të Bashkuara me 250 anije në 10 vjet, gjë që do të rriste gjithashtu zinxhirin e furnizimit për anijet ushtarake. A lot of the parts that go into a US aircraft. Shumë nga pjesët që përdoren për ndërtimin e një aeroplan mbajtëseje amerikane, përdoren edhe për ndërtimin e anijeve të madhrave. Go in merchant ships. Udhëheqësit e industrisë së mbrojtjes thonë se mirëpresin përpjekjet për t'i dhënë përparësi ndërtimit të anijeve për t'i bërë konkurrencë Kinës dhe paralajmërojnë se mosveprimi do të vendoste Shtetet e Bashkuara edhe më mbrapa në të ardhmen. Në Shqipëri që prej 1 janarit të këtij viti për afro 900.000 mjete rrugore do të ketë një mënyrë të re të përllogaritis së çmimit të sigurimit të detyrueshëm. Autoriteti mbikëqyrjes financiare përmes një rregulloreje ka shtuar disa faktor risku që kanë sjell rritje të çmimit të sigurimit të automjeteve që shkon edhe në 20%. Sipas Byros Shqiptare të Sigurimit, rritja totale është vetëm 3%. Rregulloria që i vjen në ndihmë dhe sigurisë rrugore po shkakton debate në lidhje me disa element. Korrespondentja e Zërit të Amerikës në Tiranë, Mimoza Picari, sjell një analizë të detajuar në lidhje me këtë çështje. Në Shqipëri, mjaft qytetarë janë përballur që prej fillimit të këtij viti me një rritje të çmimit të sigurimit të detyrueshëm të automjeteve. 2 prej tyre i konfirmuan Zërit të Amerikës se sigurimi i automjetit këtë vit ju kushtoi gati 10 dhe 15% më shumë se një vit më parë. Një ligj i miratuar në vitin 2021 për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit solli një qasje tjetër në këtë fushë, duke i lënë hapësirë autoritetit të mbikëqyrjes financiare të përpilojë një rregullore të re në shtator të vitit 2023, që shton ndjeshëm faktorët e riskut në përllogaritin e primit të sigurimit. Më herët merreshin në konsiderat fuqia motorike e automjetit dhe viti i prodhimit, ndërsa që prej 1 janarit të këtij viti janë shtuar disa faktorë të tjerë risku, si mosha e të siguruarit, eksperjenca në drejtimin e mjetit motorik, përdorimi i mjetit nga një subjekt apo individ dhe qarku i regjistrimit të mjetit. Por rregulloria e re nuk merr në konsiderat, të paktën deri në vitin 2026, historikun e dëmit
që e ul çmimin për atë që s'ka kryer shkelje dhe e kundërta për atë që ka kryer shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Në përgjigjen me shkrim, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare sqaroi se hyrja në fuqi e këtij përkufizimi është shtyrë me qëllim që publiku të njihet me këtë element të ri të parashikimit ligjor. Ky parim është thelbësor pasi individët duhet të kenë mundësinë të njihen me normat ligjore dhe të planifikojnë veprimet e tyre në përputhje me ligjin, i cili duhet të jetë i qartë, i qëndrueshëm dhe i parashikueshëm. Nisur nga ky parim, si dhe mundësisë së drejtuesve të mjeteve për ndërgjegjësim dhe disiplinim gjatë përdorimit të mjetit, kjo rregullore nuk ka fuqi prapavepruese për sa i përket historikut të dëmeve të ndodhura para hyrjes në fuqi të saj. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare shpjegoi gjithashtu se metodologjia e zbatuar për faktorin e riskut, historiku i dëmeve, ndryshon nga një vend në një tjetër në bazë të karakteristikave të tregut të sigurimeve, duke nënvizuar rëndësinë e ekuilibrit financiar të këtij tregu. E rëndësishme është që me zbatimin e këtij faktori të ruhet ekuilibri tekniko-financiar në nivel portofoli për linjën e biznesit ku aplikohet. Për sa i përket tregut të sigurimeve në Shqipëri, portofoli të autoveturave, historiku i dëmeve që merren në konsiderat është deri në 3 vite, sikurse përllogaritet me metoda aktuariale dhe i bazuar edhe në rekomandimet e Bankës Botërore. Byroja Shqiptare e Sigurimit i konfirmoi Zërit Amerikës se rritja mesatare e çmimit është 3% në total. Kryetari i asamblesë së kësaj byroje, Kadri Morina, tha se prej 3 dekadash çmimet në tregun e sigurimeve thuajse nuk kanë ndryshuar, ndërkohë që sigurimi i shëndetit për mjetet motorike është rritur ndjeshëm që prej vitit 2021. Gjithashtu, siç shpreh zoti Morina, janë rritur edhe vlerat e dëmeve nga aksidentet gjatë viteve të fundit me gati 40%. Për shembull, ju e dini se si kanë shkuar çmimet e hekurit, zakonisht në llomarina janë makina që riparohen. Pra, vetëm niveli i rritjes së dëmeve ka shkuar në 40%. Pjesa kryesore e publikut kanë çmimet aq sa kanë pas dhe më poshtë. Kurse kategoritë, sipas kubikazhit, sipas vjetërsisë, sipas qarqeve, sipas vjetërsisë së makinës, kanë pësuar një trend rritje të vogël, ku i gjithë tregu sigurime përfundon në 3%. Ti që ke një makinë 1500 kubik që tu ka ul, por një makinë të madhe që është 400 mijë, ju ka rrit ndoshta edhe 20%. Por ne flasim për shtresën e gjerë të publikut. Tregu i sigurimeve në mjaft raste ka qenë në shënjesër të kritikave se funksionon mbi bazën e marrëveshjeve të ndaluara, ku kompani që zotrojnë tregun fiksojnë çmime duke penguar konkurrencën dhe dëmtuar konsumatorin. Një shqetësim të tillë e ndau me Zërin e Amerikës deputeti socialist Erion Braçe. Po flasim për një treg që funksionon në bazë të një marrëveshje të ndaluar. Autoriteti i konkurrencës në këtë rast është për garantuar konkurrencë efektive në treg, qoftë përmes verifikimeve të vazhdueshme etj. Me radhë dhe natyrisht penalizime në rastin e marrëveshjeve të ndaluara. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, pra në tregun e sigurimeve, duhet garantojë rregulla që sillin konkurrencë, hyrje, licencime që sillin dhe shtojnë konkurrencën. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare i pyetur mbi këto shqetësime tha se sipas ligjit nuk është në tagrin e tij çështja e konkurrencës së lirë në tregun e sigurimeve, ndërsa autoriteti i konkurrencës i tha Zërit Amerikës se gjatë viteve të fundit ka vlerësuar marrëveshjet në tregun e sigurimeve duke dhënë rekomandimet përkatëse kur e ka parë të arsyeshme. Ky autoritet sqaron se nuk ka evidentuar problematika të cilat shtrembërojnë konkurrencën, pasi në të kundërt do të kishte ndërmarrë veprimet përkatëse ligjore. Këto tregje mbeten nën monitorim të vazhdueshëm, thot ky institucion në përgjigjen me shkrim. Nga ana tjetër, kryetari i Asamblesë së Byrosë Shqiptare të Sigurimit Kadri Morina i rrëzoi aludimet për marrëveshje të ndaluara mes kompanive dhe konfirmoi se konkurrenca në treg është e fortë. Konkurrenca është të mërshme, si çdo treg tjetër. Është të mërshme. Neve në konqeton nga herë ku na vjen klienti thotë, "Aman ma ul 2000 lekë, se më ka dhënë 2000 lekë tjetër më lirë." Është konkurrencë, është tregu i lirë. Zëri i Amerikës kreu një vëzhgim në 6 prej 8 kompanive të sigurimit që operojnë në treg. Për të njëjtin automjet, çmimi fillestar i ofruar prej tyre varion nga 205.000 deri në 216.000 lekë të vjetra në varësi të kompanive. Megjithatë, në negociata kompanitë ofruan ulje nga 5 deri në 16.000 lekë dhe çmimi zbriti në 3 kompani 200.000 lekë, në 2 205.000 dhe në një tjetër 210.000 lekë të vjetra.
Rregulloria e re e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për përcaktimin e faktorëve të riskut që përfshihen në llogaritjen e primit për produktet e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit, po shoqërohet me mjaft diskutime. Ky është viti i parë i aplikimit, ndaj dhe kalkulimet e flota apo ndikimi i saj në sigurinë rrugore, sipas ekspertëve, i takojnë së ardhmes. Për Zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë. I ashtu quajturi turizmi i lindjeve nuk po ndodh vetëm brenda Shteteve të Bashkuara. Nënat shtatzëna kineze shkojnë për të lindur edhe në një territor amerikan shumë më pranë vendit të tyre, në mënyrë që fëmijët të marrin shtetësinë amerikane. Gazetarët e Zërit Amerikës në shërbimin e gjuhës mandarin, Yu Yao dhe Ju Dao, sjellin më shumë hollësi nga Saipani, kryeqyteti i ishujve të Marianës Veriore. Turistët shkojnë në Saipan, kryeqytetin e ishujve të Marianës Veriore, për të shijuar bukuritë e ishullit të paqësorit. Por jo kjo nën. Ajo ka shkuar atje për të siguruar vajzës së saj dokumentin e shtetësisë amerikane. Nëna e cila identifikohet vetëm me mbiemrin e saj, Je, për të mbrojtur identitetin, i ka tejkaluar 14 ditët e lejuara që të shndrojë në këtë territor të Shteteve të Bashkuara. Qoftë në sistemin arsimor apo mjedisin e përditshëm të Kinës, trysnia është e madhe. Madje edhe unë dua që të largohem, nuk dua të jem atje, thot zonja Je për Zërin e Amerikës. Ajo shkoi në Saipan në shtator përmes një rregulli që u mundëson qytetarëve kinez udhëtimin pa vizë për 14 ditë, që hyri në fuqi më 2019. Para kësaj, kur turizmi i grave shtatzëna nga Kina ishte në kulm, shtetasit kinez lejoheshin të qëndronin pa vizë për 45 ditë. Kjo arriti kulmin më 2017 dhe 2018, thot Arnold Palacios, guvernator i ishujve të Marianës Veriore. Në çdo vit regjistroheshin mbi 500 lindje të foshnjave nga nënat kineze. Zoti Palacios thot se këto lindje tejkalonin numrin e lindjeve nga nënat vendase në Saipan. Lindjet nga nënat kineze në ishull ranë gjatë pandemisë. Sipas zotit Palacios, më 2024, nënat kineze lindën 55 foshnje. Kujdesi për nënat që shkojnë në Saipan vetëm për të lindur është një sfidë për personelin e spitalit dhe rrezik për vetë nënat, thot guvernatori. Kur këto gra vinë, nuk kanë asnjë të dhënë para lindjes. Nuk e kanë ide nëse kjo është një lindje me rrezikshmëri të lartë apo jo, thot ai. Nga viti 2009, të dhënat e qeverisë tregojnë se rreth 3300 foshnje kanë lindur në Saipan nga nënat kineze. Zonja Je thot se e gjeti këtë ishull në rrjetet sociale, ndërsa po kërkonte një vend për të lindur. Nuk kisha kohë të aplikoja për vizë, sepse për atë duhej të prisja. Shtatzënia ishte e papritur. Zgjodha këtë vend sepse ishte vendi ku mund të arrija shpejt atë që doja, thot banorja e Kinës. Zonja Je ka aplikuar për pasaportën amerikane të vajzës së saj një muajshe. Ajo ka paguar më shumë për ta përshpejtuar procesin. Kam frikë se kjo politik do të ndryshojë me Trumpin president, prandaj pagova më shumë për ta marrë pasaportën më shpejt, thot ajo. Konservatorët në Shtetet e Bashkuara argumentojnë se e drejta e shtetësisë përmes lindjes nxit emigracionin e paligjshëm dhe se kjo praktikë po keq përdoret. Në ditën e tij të parë në detyrë, presidenti Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv për t'i dhënë fund kësaj të drejte. Ndërsa urdhri po kundërshtohet në gjykatë, zonja Je shpreson që rezultatet të jenë pozitive për vajzën e saj dhe ndoshta vetë atë. Sa po erdha këtu, ndjeva se ky është një vend më njerëzor. Sigurisht që do të ketë një mënyrë për të tejkaluar pengesat me të cilat po përballem, thot ajo. Nga fundi i vitit të kaluar, turistët nga Kina duhet të aplikojnë në internet për leje dhe të verifikohen përmes një procesi paraprak elektronik, para se të lejohen që të hyjnë.
Një zgjidhje novatore për të vënë në funksionim një aparatur nga distanca përmes përdorimit të proceseve biologjike natyrore si burim energjie mund t'i ndihmojë fermerët të përfitojnë më shumë nga tokat e tyre. Siç njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Kane Farabo, 2 student nga Universiteti Northwestern zhvilluan një sensor për analizimin e dheut që shfrytëzon energjinë e krijuar nga mikrobet. Një nga sfidat më të mëdha për fermerin Tom Martin nga Illinois është të kuptojë cilësinë e tokës në fushat ku ai kultivon misrin dhe sojen. It's one of the basics. Aftësia për të ditur përmbajtjen e dheut në tokat tona është një nga elementet themelor për prodhimet, sepse na ndihmon të kuptojmë se çfarë kultura bujqësore mund të kultivojmë. Testimet në të kaluara nuk kanë qenë të besueshme, thot ai. Testing in the past for me has been unreliable. Informacioni mund të ndihmojë fermerin Tom Martin të di se çfarë sasi e pleu artificial duhet të blejë. Por një nga pengesat kryesore për përdorimin e aparaturave që analizojnë të dhënat në arat e tij, që janë larg, është furnizimi me energji elektrike i pajisjeve që mbledhin dhe analizojnë cilësinë e dheut. Përpiqem të gjej një teknologji tjetër të re për të na ndihmuar të bëjmë një punë më të mirë për të kuptuar se çfarë po ndodh në tokat që mbjellim, thot ai. I knew that there was a need. E dija se kishte nevojë për sensor me kosto më të ulët dhe përdorim më të lehtë dhe më të gjerë për të analizuar gjendjen e tokave bujqësore. Agricultural soil health sensors. Thot Laura Xhalif, e cila është studente pas universitare në Universitetin Northwestern. Ajo ka punuar në zhvillimin e një pajisjeje që nuk ka nevojë për bateri dhe funksionon pothuajse kudo, në çfarëdo lloj kushtesh, ditën apo natën. It's meant to address the Pajisja ka për qëllim të zgjidhë sfidën e analizimit të gjendjes së dheut në tokat bujqësore, thotë ajo. sensing in agriculture. Qeliza mikrobiale e karburantit me të cilën punon studentja Laura Xhalif është krijuar nga studenti Bill Yen. So all we're doing is we're putting a device there. Pajisja jon funksionon duke tërhequr elektronet që çlirohen nga mikrobet dhe duke i shfrytzuar ato si burim energjie, thotë ai. Our electronic devices to create our source of power. Studiuesit zbuluan që në vitin 1911 për herë të parë se mikrobet mund të prodhonin natyrshëm energji elektrike. Por vetëm përparimet e kohëve të fundit, si sensori i dheut i zhvilluar nga studentët Yen dhe Xhalif, kanë arritur të bëjnë të përdorshme këtë lloj energjie. Motivimi i përgjithshëm është të shtrijmë teknologjinë inteligjente përtej rrjetit të furnizimit me energji elektrike. Push intelligence beyond the grid. Studenti Bill Yen thotë se qeliza mikrobiale furnizon me energji sensorët që ofrojnë informacion për inteligjencën artificiale duke na ndihmuar të kuptojmë më mirë mjedisin. Pajisja e studentit Bill Yen është përshtatur për përdorim në kushte të ndryshme. Procesi i krijimit të kësaj pajisjeje është i thjeshtë. Ajo mund të krijohet me burime publike dhe mund të ndërtohet përmes një printeri 3-dimensional. All it is an anode and a cathode. So Gjithçka ka një anod dhe një katod. Pra ne kemi 2 pjesë të elektrodës, njëra me polin pozitiv dhe tjetra me atë negativ, që i kemi bërë me fije karboni. Pra këto gjëra mund të bëhen me lëndë bimore. Fijet e karbonit mund të krijohen kudo në botë përmes përpunimit të biomasës, thotë ai. by processing biomass. Energjia natyrore e mikrobeve nuk është e mjaftueshme për të karikuar telefonat celular ose pajisjet personale. Mikrobet krijojnë vetëm rreth 200 mikrowatt energji. Rritja e përmasave gjithashtu nuk krijon më shumë energji. You can't just make it twice as big. Ju nuk mund ta bëni atë 2 herë më të madhe dhe të prisni të merrni 2 fishin e sasisë së energjisë, thot Bill Yen. Expect to get twice the amount of power. Por kjo është e mjaftueshme që t'i jap fermerit Tom Martin informacionin e duhur që mund t'i kursejë atij një shumë të konsiderueshme parash kur të vijë koha për të hedhur pleun artificial në arat e tij. And it's not just a fertilizer. Nuk bëhet fjalë vetëm për pleun artificial, por për gjithçka, për karburantin, punën, thot ai. Fuel, labor. Me informacionin që mund të sigurojë kjo pajisje, fermeri Tom Martin nuk ndihmon vetëm financat e tij, duke reduktuar përdorimin e plerave artificial, por edhe mjedisin. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditarin mund ta ndiqni drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook dhe YouTube. Natën e mirë dhe mirupafshim.